për kundër planit për ndarjen e Kosovës do të bëhet ndarja e Serbisë. Dhe këto e kemi thonë para 3-4 muajve besa. Është harta të cilën e kemi spjeguar kohë më parë një bashkë. Kemi pasur një emision, po. E din këtë Serbia? Është e njoftun, qeveria e Serbisë është e njoftun me planin dhe projektin, prandaj kemi edhe protesta të her pas hershme në Serbi nga pjesa e opozitës kundër qeverisë Vučić, por edhe opozita është e kontrolluar. Realisht, projekti Vučić, sepse unë i thom projekti Vučić është që ta kry punën me Kosovën, me njohjen e Kosovës, por edhe ta kry punën me Serbinë. Kur them ta kry punën me Serbinë, ka të bëj me futjen e forcave perëndimore të aleancës NATO